Pas zgjedhjeve lokale ka rifilluar debati për rolin e qeverisë teknike në masurinë e veriut, për vlen dhe VMRO. Koha e qeverisë teknike e paraparë nga marrëveshja e Përgjinës ishte domosdoshme vetëm në periudha krize dhe sipas tyre më nuk është e nevojshme. Vleni mendon që koha kur shteti u detyrua të ketë qeveri teknike, pra sipas marrëveshjes Përgjinës, ishte koha kur vendi ndodhej në një modus krize, kur një krizë që u shkaktua nga qeveria e Mijalkovit dhe Gruevskit bashkë me BDI-n e Aliametit dhe Musa Xhaferit dhe Xhelim Bexhetit. Këta figura edhe kjo krizë aktualisht nuk është më, dhe shteti dhe administrata publike është e aftë dhe në gjendje të organizojë zgjedhje kredibile, të drejta dhe të rregullta dhe konkurruese, dhe këtë e dëshmoi sidomos tani me zgjedhjet lokale. Por partitë opozitare, LSDM dhe BDI janë kundër shfuqizimit të qeverisë teknike. Nga BDI theksojnë se problemi nuk është eliminuar. Arbër Ademi në Klik Plus tha se gjatë zgjedhjeve lokale ka pasur abuzim të aparatit shtetëror përfshirë përdorimin e investimeve. A ka patur një abuzim të aparatit shtetëror? Edhe në zgjedhje lokale. Ka patur, ne të gjithë jemi dëshmitarë. A ka patur shkelje, Xhumadije, kjo është shumë e rëndësishme, se edhe kjo rrjedh prej marrëveshjes Përgjinës, të nenit 8A të kodit zgjedhor, ku ndalohet përurimi, lëshimin, përdorim i investimeve, kështu me radhë. Ju e dini, jo vetëm para raundit të parë, po edhe një ditë para se mbahet raundi i dytë, ju keni lëshim në përdorim të investimeve të caktuara, investime për vota, para për vota. Edhe kjo flet se edhe për skaj obligimeve ligjore që rrjedhen nga marrëveshja e Përgjinës, që janë parapame shembull, po e them, në kodin zgjedhor, në 8A po e specifikoj. Kjo qeveri, pa legjitimitet etnik, e këto institucione e kanë shkelur me 2 këmbë këtë detyrim ligjor dhe kanë deformuat rezultatin zgjedhor. Debati tregon një ndarje të qartë mes pushtetit që shet qeverinë teknike si të tejkaluar dhe opozitës që kërkon ruajtjen e saj për të siguruar proces zgjedhor të drejtë dhe të ndershëm. Për qeverinë teknike pritet të bisedohet edhe në takimin e liderëve.